Gjatë vitit 2015 janë punësuar rreth 3.000 persona më shumë se një vit më parë në qarkun e Shkodrës. Kështu ka deklaruar drejtori i zyrës së punës Shkodër Dot Memetaj në një intervistë për Star Plus. Sipas tij, edhe pse është rritur numri të punësuarve, përsëri shifrat flasin për një numër të lartë të papunëve në vend, sidomos për sa i përket kategorisë së meshkujve. Kjo për shkak të mbizotrimit të tregut fason. Nëse referohemi treguesve të krahasuar me periudhat më përpara, por edhe me treguesit e planifikuar nga drejtoria e përgjithshme dhe nga ne për këtë vit, do të them që mbetem pak a shumë i kënaqur me realizimin e treguesve. Po të krahasojmë shifrat, jemi nëse 600 e sa 700 e sa të punësuar kishim diku nga viti 2013 e kalon numrin 3000 numrit punësuarve. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për numrin e të punësuarve që na rezultojnë ne si efekti legalizimit punës që u bën në aksionin e fundit. Për regjistrimin e aktivitetit, absolutisht. Sepse po të hymë këtu, mandej vetëm për Shkodrën kemi një shifër total të punësuarve 22.000 veta që kishim fillim vitit, në shkallë, po them, rrethi, dhe sot kjo shifër po shkon rreth numrit 27.000 vetëm për Shkodrën. Ndërsa për sa i përket vitit 2016, drejtori Memetaj thotë se qeveria ka fishuar fondet për nxitjen e punësimit, ndërsa po projekton edhe lehtësime për biznesin e vogël. Viti 2016 besoj se do të sjellin risi të reja. Ajo që mua më bën shumë optimist si drejtori i kësaj zyre është se fondet që qeveria vën dispozicion të programeve nxitjes punësimit këtë vit, megjithëse ishin 5-6 fishuar për periudhën që kaloi, janë akoma më të mëdha. Çka do thotë më shumë mundësi për ne, për punë kërkues të papunë, por edhe vetë për punë dhënësit që t'ju vim ndihmë, t'ulim pikërisht to kosto dhe të mundsojmë punësime të stabilizuara. Sipas të dhënave zyrtare që nga viti 90 dhe deri më tani, në Shkodër vjet re një prirje drejt industrisë ku krahu i punës janë femrat, dhe konkretisht në rrobaqipsi, këpuestari, industri ushqimore e të tjerë. Kjo vërtetohet edhe nga fakti se përqindja e papunësisë është më e madhe tek meshkujt me 59%, ndërsa papunësia tek femrat arrin në 41%.